Një krim që i kalon kufit shtetëror, thyen kufit e sigurisë së burgut dhe përmbyll një kapitull gjakatar që zgjati një dekadë. Jani Aliaj, i fortit Tepelenës, u ekzekutua brenda burgut famkeq grek në Korydalo, 10 vite pas i eliminoi rivalin e tij të betuar, të fortin tjetër të Tepelenës, Elton Çiço. Dinamika e krimit brenda burgut grek, implikimet në ngjarje, misteret dhe të pathënat e një krimi të konsideruar të pamundur. Por si arriti t'i shpëtoi drejtësisë shqiptare për një dekadë, Jani Aliaj, pasaporta kriminale dhe saga e akmarrjes me grupin rival. Burgjet janë konceptuar si hapësira ku shteti vendos kufirin e fundit mes rendit dhe kaosit. Si institucione që duhet të neutralizojnë dhunën, të ndalojnë zinxhirin e krimit dhe të garantojnë se pas sekurave çdo rrezik është nën kontroll. Por çfarë ndodh kur vetë dhuna arrin të deportojë në zemër të këtij sistemi? Kur vendi që duhet jetë më i sigurt për shoqërinë kthehet në sken krimi. Më 19 janar 2026, brenda mureve të burgut më të madh në Greqi, një ngjarje e tillë vuri në pikpyetje jo vetëm eficiencën e sistemit penitenciar grek, por edhe balancat e brishta të botës së krimit të organizuar në rajon. Në një ambient që konsiderohej i kontrolluar në çdo detaj, një i burgosur shqiptar 49 vjeçar u godit për vdekje me një mjet prerës të improvizuar. Viktima ishte Jani Aliaj, një emër i rëndësishëm në krimin e organizuar, i përfshirë në një luftë e egër me një bandë rivale. Mu tha se pati një sherr midis 2 shqiptarëve dhe një greku. Me sa duket, më tha burimi informacionit, me sa duket njëri është i vrarë, tjetri plagosur dhe nuk e di se çka ndodhur me të tretin. Viktima nga Tepelena, Jani Aliaj, ishte një prej personave më të kërkuar nga drejtësia shqiptare. Ndaj tij kishte një proces të hapur për ekstradimin drejt Shqipërisë, ku e priste një dënim me burgim të përjetshëm për vrasjen e Elton Çiços, kreu të bandës rivale në Tepelen. Vrasja brenda burgut, procesi i ekstradimit dhe një histori e gjatë konfliktesh të pambyllura e kthyen këtë ngjarje nga një kronikë e zakonshme në një çështje me eon. Duhet të mos harrojnë edhe shkallën e lartë të korrupsionit që kanë në sistemin penitenciar të Greqisë, ka korrupsion në të gjitha nivelet dhe jo vetëm korrupsion me para, por ka dhe marrëveshje midis institucionet, drejtuesve të lartë të një institucioni riedukimi, një burgu dhe kriminalëve. Na është thënë që për shembull kemi marrëveshje me drejtorin që të mos krijojmë sherrë, por na kanë lënë çik më të lirë. Kemi dëgjuar edhe raste të tjera që kanë ndodhur vrasje në mes të burgosurve, edhe duke marrë parasysh që Jani Aliaj ishte një person me të kaluar me një kaluar të rëndë, duhet të kishin marrë parasysh ato rrezike që mund të ndodhin. Ngjarja ndodhi në atë që njihet si krahu i tretë i burgut të Korydalos, një sektor ku akomodohen persona me rrezikshmëri të lartë dhe të ndarë nga të burgosurit e tjerë. Sipas protokolleve, personat e këtij sektori mbahen në monitorim të pandërprer. Aty, çdo hapinje të dënuari supozohet jetë i regjistruar, çdo lëvizje analizuar dhe çdo konflikt i filtruar me kujdes maksimal, duke krijuar një ambient që në teori nuk lejon asnjë të papritur. Megjithatë, kjo ngjarje është bërë sigurinë e këtij institucioni. Sistemi burgjeve penitenciare i Greqisë është problematik dhe ka probleme endemike në vijim. Të gjitha dhe raportet, po të shikosh të Këshillit të Evropës dhe të shumë organizatave të cilat monitorojnë veprimtarinë e burgjeve, të gjitha janë kritike në lidhje me kushtet dhe trajtimin që u bë të burgosurve në burgjet greke. Burgjet greke nuk shqyen për siguri. Nuk kanë në radhë parë, Korydallos është një burg i cili tani çështja e kohe do mbyllet. Nuk mund të vazhdojmë, është një burg që është 100 vjet burg. Vrasja e Aliajt nuk ishte një grindje e zakonshme midis të burgosurve. Faktet që dolën në dritë plasin për një akt të planifikuar me kujdes për një ekzekutim që mbart shenjat e një kontrate vdekjeje. Ai ishte njohur si një figurë problematike,
një emër që mbarte historitë e errta dhe konfliktet pasgjidhura. Ajo që vjet re tek personazhi Jani Aliajt është fakti që shumë shpejt tradhton, do thoja unë, shokët dhe miqtë e vjetër nga Tepelena dhe u bashkangjitet bandave të trafikut të drogës dhe të gjobvënies në qendër të Athinës. Bashkohet fillimisht me grupin e fjerakëve, të cilët në një rrethant të caktuar duket se krijon dhe aty armiq dhe largohet, bashkohet me një band hajdutësh, grabitësish nga Berati dhe me ta largohet e në fund bëhet antar një bande gjobvënësish me komanda greke, por me eksponent kryesor të saj njerëz nga Veru i Shqipërisë. Këtë që dihu nga informacionet e mia është që policia tani analizon të historikun e tij, edhe thonë që mbase mund të ketë lidhje me ndonjë grup të krimit të organizuar ose me një armiqësi të kaluarës. Aktiviteti kriminal i ndërtuar ndër vite, po themi Jani Aliajt dhe kundërshtarëve të tij në Greqi, ka prodhuar konflikt në Shqipëri dhe më pas gjërat kanë rrjedhur në Greqi, aty ku ai ishte i burgosur. Jani Aliaj është një eksponent i njohur i botës së krimit me shumë armiq. Fillimisht, autorsinë për vrasjen e Jani Aliajt e mori një shtetas grek. Pak orë përpara ngjarjes, u raportua se 49 vjeçari u vrang nga Kristos Vardionotis, i arrestuar pak muaj më parë për vrasjen e Artur Bashimit. Ky i fundit u ekzekutua me një plumb në kokë në gusht të vitit 2025. Autori grek i asaj ngjarje pranoi krimin fill pas arrestimit. Ai rrëfeu se nuk e njihte paraprakisht viktimën, por e kishte kryer atentatin kundrejt pagesës. Për arsyen dhe të panjohura, shtetasi grek po merrte përsipër një krim që nuk e kishte kryer. Personi i cili mori përsipër autorsinë, Jani Varduliotis, ishte një person i cili pak kohë më parë kishte ekzekutuar një tjetër shqiptar. Shtetasi grek i cili kishte marrë përsipër këtë ngjarje të rëndë kriminale, kishte pranuar vetë autorsinë e krimit, rezultoi që nuk është vetëm ai autori, por janë dhe shtetas të tjerë, dhe shtetas shqiptar, të cilët kanë marrë pjesë aktive në këtë ngjarje shumë të rëndë kriminale. Hetimet e mëtejshme identifikuan autorin e vërtet të vrasjes, shtetasin Giuliano Alili. Ai ishte një i dënuar i njohur për dhunë ekstreme, i dyshuar për vrasje të mëparshme, përfshirë disa viktima pa lidhje me konfliktet. Mes viktimave të tij është edhe një voglush vetëm 2 vjeçar. Autori Alili u plagos lehtë gjatë përleshjes me Aliajn dhe kjo bëri që fillimisht të dyshojë se ai ishte një nga viktimat e incidentit. Ekzaminimet e mjekut ligjor treguan se plagët ishin marrë gjatë përleshjes me viktimën, duke nxjerrë në dritë të vërtetën pas raportimeve të para dhe spekulimeve të mediave. Sipas informacioneve nga mediat greke, dyshohet se i burgosuri grek mund të jetë paguar ose kërcënuar për të marrë përsipër autorsinë. Këto të dhëna shtyn autoritetet të rishikonin versionin fillestar dhe të thellonin hetimet, duke u përpjekur të zbardhin çdo detaj të një ngjarje që kishte tronditur institucionet penitenciare të vendit fqinj. Alia e njohur në burg si Xheku ishte prej vitesh i përfshirë në hetime të ndryshme, duke u konsideruar si pjesë e disa grupeve kriminale që operojnë në Shqipëri dhe vendin fqinj. Por atë që kam kuptuar unë dhe që kam folur me burime të ndryshme, është që e lidhin domethënë me të kaluar në ti dhe me armiq të ndryshme që mund të kishte. Sigurisht kanë vënë fokus në Greqi, po me sa di shikojnë edhe krimet që kishte bërë në Shqipëri. Mund të themi me bindje që një ngjarje e tillë nuk është spontane. Nuk është ngjarje që ndodh rastësisht për një shkak të një sherrri banal, por është një ngjarje mirë organizuar dhe mirë menduar. Autori i krimit Alili, i njohur edhe me Novkën Niko, është një nga figurat më të frikshme të botës së krimit në Greqi. Ai ka një histori të gjatë dhune. Në vitin 2011 në Kalamata, dyshohet se vrau fillim Mesajan dhe djalin e tij të mnitur, në një akt të porositur nga kriminali grek Vasilis Varelas. Në 2018 u aratis gjatë transferimit drejt burgut të Pireut për t'u arrestuar pak orë më vonë. Në qershor 2024, brenda burgut të Korydallos, dyshohet se kreu vrasjen e Alfons Ndocit dhe plagosi një tjetër të burgosur, një akt që besohet se ishte i porositur nga jashtë. Ju ngarkua dhe një vrasje, ka bërë 5, u bën 6, nëse do marrim ndërkohë pistën që është paguar,
atëherë është një makineri vrasëse e cila natyrisht ka gjetur një mënyrë për të bërë para dhe brenda burgut. Arsyet që çuan Alilin në ekzekutimin e personazhit të frikshëm të botës së krimit shqiptar mbeten ende të panjohura, për sa kohë ende nuk dihen porositësit. Brenda burgut nuk mund të funksionojë vetëm, pasi duhen dhe persona të tjerë që të krijojnë, po them, të gjitha kushtet për të bërë vrasjen, sepse të duhen njerëz për të bërë rrëmujën, siç ka ndodhur në këtë rast, pasi janë përfshirë një sër të burgosurish, duke krijuar një lloj rrëmuje brenda burgut dhe më pas është finalizuar nga vrasësi. Alia ishte objektiv i një tentative vrasjeje brenda mureve të burgut. Një sulmi që ai arriti t'i mbijetoj rreth 6 muaj përpara ngjarjes fatale. Pas kësaj, autoritetet vendosën masa të veçanta sigurie për të mbrojtur jetën e tij, një përpjekje që duket se nuk mjaftoi. Fakti që është rikthyer prapë në ambientet e sigurisë lartë këtij burgu me gjithë bashkëpunëtorët e tjerë tregon që mund të ketë pas edhe një ndikim për atë çka do vinte më pas, që ishte edhe një ngjarje e rëndë e vrasjes. Misteri i jetuesve grek është porositësi. Kush e urdhëroi këtë ekzekutim? Ai ishte një rival personal i Aliajt, apo ishte një mesazh nga një rrjet më i madh kriminal, i motivuar nga interesat në trafikun e drogës dhe kontrollin e territoreve? Hetuesit grek po ndjekin dy pista kryesore, e para lidhet me konfliktet mes grupeve kriminale nisur vite më parë në Tepelen dhe Athinë. Ndërsa pista e dytë ka të bëjë me faktin se urdhri mund të jetë dhënë nga persona me ndikim mes të burgosurve për konflikte të reja të panjohura. Porositësi, nëse është nga jashtë, është një mekanizëm shumë ndërlikuar dhe nuk është kollaj sot të porositës një vrasje nga jashtë, se është mënyra se si do dërgohen parat. Sepse kuptohet që kjo botë paguhet me para të pista. Do jetë shumë e vështirë ose dyshoj shumë që mund të arrijmë në konkluzionin se kush ishin porositësit të vërtet dhe ata që ishin interesuar për të kryer kësaj vepre penale. Jani Aliaj, në një dekadë aktiviteti kriminal të njohur, ishte përfshirë në të paktën 2 vrasje të dokumentuara, për të cilat drejtësia kishte dhënë vendime konkrete. E para ndodhi në Greqi, u dënua me 18 vite burg, ndërsa e dyta në Shqipëri, për të cilën u dënua me burgim të përjetshëm në mungesë. Jeta e tij ishte rrethuar nga rreziku i vazhdueshëm. Ai kishte shpëtuar 2 atentateve me armë zjarri në Tiranë dhe Gjirokastër dhe 2 sulmeve me thik brenda burgut të Korydalus, më i fundit vetëm 6 muaj përpara vrasjes. Brenda dhe jashtë vendit, sidomos në Greqi, ka qenë i përfshirë në disa rrjete kriminale, kryesisht me zhvati, gjobvënie, drog. Domethënë të gjitha këto krijojnë krijojnë armiqësi. Ajo që mund të nxirret si konkluzion në vrasjen e Jani Aliajt është që nuk kemi të bëjmë me një vrasje për shkak të një konflikti momental që ka ndodhur në burgun në Greqi, por ka qenë një vrasje e porositur nga jashtë për shkak të konflikteve që Jani Aliaj ka pasur ndër vite me kundërshtarët e tij, të cilët janë po nga zona e Tepelenës apo po nga zona e Gjirokastrës. Prej 13 muajsh, Aliaj ndodhej në burgun e Greqisë, duke pritur ekstradimin drejt Shqipërisë. Në muajt e fundit para vrasjes, ai po përpiqej të shmangte me çdo kusht rikthimin në Shqipëri. Sipas informacioneve, 49 vjeçari kishte hyrë në një mekanizëm për të siguruar një dokument që do t'i japte rrugë azilit politik, një lëvizje që do të pezullonte ose të paktën do të vononte ekstradimin. Jani Aliaj tentoi ta shmangë ekstradimin pikërisht pa hyrë në mekanizmin e sigurimit të një letre për azil politik. Të paktën këtë kemi të sigurt nga informacionet të paktën që të opcion disponon. Flitet në botën e krimit në Athinë se kushton 50 deri në 100.000 euro një vërtetim nga shërbimet sekrete që ti e bashkëpunëtori i tyre. Ka hyrë pra në këtë, nuk e di sa e ka realizuar. Për të shmangur ekstradim ka thënë se ati i rrezikoi jeta për shkak të akmarrjes. Në rast se do përfundonte procedura ekstradimit, mendoj që ai do ishte më i sigurt duke vojtë dënimin në Republikën e Shqipërisë sesa në burgun e Korydallos në Greqi. Në seancat gjyqësore për ekstradimin, avokatët e tij argumentuan se kthimi në Shqipëri do ta ekspozonte ndaj një rreziku serioz për jetën, për shkak të akmarrjeve të hapura. Ata pretenduan se konfliktet e së kaluarës nuk ishin mbyllur dhe se siguria e tij nuk mund të garantohej. Ironikisht, duket se ai rrezik që përmendej në sallën e gjyqit se mund t'i kanosej në Shqipëri, u materializua brenda burgut grek.
Greqia konsiderohet se nga shtetet me numrin më të lartë të vdekjeve të dhunshme në burgjet e saj. Pista kryesore e timit të prokurorisë greke për eliminimin e Jani Aliajt mbeten asmërit me grupet rivale në Tepelen. Për të kuptuar luftën mes këtyre bandave, tani do të zbërthejmë të plot jetën kriminale të Aliajt dhe rivalëve të tij. Kjo ngjarje konsiderohet kapitulli i fundit i një lufte që kishte nisur vite më parë. Një lufte që nuk u ndal as nga dënimet, as nga hekurat, as nga protokollet e sigurisë. Një luftë që përfundon me vrasjen e dy protagonistëve kryesor, Elton Çiço më herët dhe Aliajt së fundmi. Këto dy ngjarje ishin të paralajmëruara, kështu që nuk mendoj që kishte kthim pas dhe nuk mendoj që kishte ndonjë ndikim të madh në vendimarrjet e grupeve. Thjesht konflikti mes të dyve dije dhe të dy e kërkonin të eliminuar njëri tjetrin. Një prej aktiviteteve kryesore të Jani Aliajt ishte kultivimi dhe trafiku i kanabisit. Mendohet se ky aktivitet e futi në rrugën e konflikteve mes grupeve. Ka marrë pjesë në zhdukje të sasive të lëndëve narkotike, të cilat banda shqiptare furnizonin për të shpërndarë në Athinë dhe nuk i ka paguar ata. Dyshohet se ka keq përdorur njëjët e tij për të përfituar jashtë kuadrit të bandës në të cilën ai operonte. Një përplasje mes grupeve rivale të trafikut të kanabisit çoi në një përleshje të armatosur mes tyre në fshatin Vreçish të Frashërit, ku u tentua ngrabitja e një sasie prej 100 kg lëndë narkotike. Sipas aktakuzës së prokurorisë, në këtë ngjarje janë përfshirë të pandehurit Jani Aliaj, Enea Koçia, Mario Andreu, Stefan Gjoka, Roland Pata, si dhe Altin Merdani. Dosja hetimore sqaron se ngjarja nisi në orët e vona të natës, ku Koçia dhe Merdani, pasi u takuan me të pandehurit e tjerë në një karburant në Gjirokastër, u nisën drejt vendit të përleshjes. Pasi organizuan me 3 automjete dhe armatose me armë luftarake, ata u nisën drejt fshatit Frashër me qëllim për të grabitur 100 kg lëndë narkotike që po transportohen nga vëllezërit Ilirian, Fatri dhe Gazmori Ibro. Sipas të njëjtit dokument, grupi kriminal kishte planifikuar grabitje në vendin e quajtur Hangari Gostomickës, u ndeshën me 5 personat që po transportonin drogën me mushka. Në momentin që janë afruar 5 shtetasit që po transportonin lëndë narkotike me mushka, u është bërë thirrje që të ndalojnë në një largësi 5 deri në 10 metra nga 2 automjetet. Personat e armatosur kanë hapur zjarr me 3 armë të ndryshme, 2 automatik dhe 1 pistolet, në drejtim të Gazmori Ibros. Një nga pritët ka goditur Gazmori Ibro në shpinë, duke rrezikuar seriozisht jetën e tij. Kjo ngjarje zbulon brutalitetin e operimit të grupit Jani Aliajt. Pas shkëmbimit të zjarrit, grabitësit morën të gjithë lëndën narkotike dhe u larguan me 3 automjete. Njëri prej mjeteve, ai me targa A122 JC, ngeci për shkak të një defekti. Jani Aliaj ishte një personazh goxha i rëndësishëm në atë grupin e tij që përfaqësonte. Nuk ishte vetëm në rolin e një ekzekutor, po ishte një rol goxha vendimarrës dhe me autoritet brenda grupit. Dhe për shkak të kaluarës së tij, ai impononte vetë te kundërshtarët frikë. Jani Aliaj mbahet mend si një person i cili nuk ishte miq, i tradhonte miqtë e tij dhe i shiste shumë kollaj ata, ndaj dhe krijoi armiqësi dhe u largua nga ata të cilët ishin njerëzit më të afërt të tij, që ishin grupet të shitjes së drogës në zonën e Lazarat të Tepelenës, të cilët në një farë mënyrë ishin njerëz të njohur nga e njëjta krahin. Veprimet e prokurorisë shuan arrestimin në flagrancë të Roland Patës, ndërsa disa pjesëtar të tjerë u fshehen dhe u bën të paarritshëm për autoritetet. Pajtim shyti ka mbajtur në kontakt dhe biseduar me Ahmet Skënderaj për lëvizjet e policisë, ndërsa ky i fundit ka njoftuar Zaim Ibron, Ilirian Ibron dhe Fatri Ibron për çdo veprim të policisë në vendngjarje. Për këtë ngjarje, Jani Aliaj është dënuar me 10 vite burg nga gjykata e Përmetit. Por gjykata e apelit shpalli mos kompetencë për dosjen, pasi ngriti akuzën e grupit kriminal. Ky ishte momenti që ngriti Aliajin në nivele të larta të krimit. Ai u shndrua në një njerëje që dinte si të shmangej drejtësisë. Përgjigja e vetme kam përshtypjen është që autoritetet, policia, prokuroria shqiptare në ato kohë, sa nuk ka pasoja në njerëz, nuk ishin shumë të interesuara për të çuar përpara, po them, drejtësisë këta personazhe, duke patur parasysh më pas edhe ndikimin që ata kishin, po them, në policinë lokale në Gjirokastër, por edhe në policinë në Tiranë.
Emri Jani Aliajt lidhet ngushtë me një zinxhir vrasjesh dhe plagosjesh që shtrihesin nga Gjirokastra në Tepelen, Tiranë, Durrës e Fier, të cilat lindën si pasojë e akmarrjeve dhe llogarive të pazgjidhura mes grupeve kriminale. Përplasja gjykatare mes grupeve të Tepelenës, të drejtuar nga Elton Çiço dhe Jani Aliaj, e ka zënafillën 2 dekada para se të ekzekutohej ky i fundit. Një konflikt mes 2 personave u kthye në një spirale atentatesh që do të përfshinte 2 grupe, 2 shtete dhe disa qytete. Gjithçka nisi në Atikën perëndimore në Greqi. Një 20 vjeçar e Ballazhiu me origjinë nga Zhapokika e Memaliajt goditet për vdekje me thik. Autori i krimit ishte Jani Aliaj. Viktima ishte shokfëmiri Elton Çiços. Ishin rritur bashkë në Tepelen, në të njëjtën lagje, me të njëjtat lidhje shoqërore dhe familjare. Në histori të tjera shohim që në një farë mënyrë gjaku i një personi të vrarë merret nga familjarët e tij të afërt, po them vllai, kushërinjt, edhe persona të tjerë që kanë lidhje gjaku, kurse në këtë historinë mes Jani Aliajt dhe Elton Çiços, gjaku merret nga shoku. Kjo ka krijuar edhe vetë faktin që kemi numër shumë të lartë viktimash dhe mos mbyllet kurrë të këtyre konflikteve, të cilët janë konflikte shumë të ashpra, të kanë sjellur vepra të rënda penale dhe kanë sjellur dhe vrasje të shumta. Vrasja nuk u perceptua si një akt i izoluar, por si një plagë personale. Kur Çiça mëson se kush ishte autori, reagimi i tij nuk mbetet në eshtje. Ai dërgon fjalë në burg, një mesazh i drejt për drejt. Kjo vrasje nuk do të mbetej pa përgjigje. Në atë kohë, Aliaj ishte arrestuar dhe ndodhej në paraburgim në Greqi. Konflikti, ende pa u materializuar fizikisht mes tyre, kishte marrë formë si premtim akmarrje. Rreth 3 vite më vonë, fati i vendos të dy në të njëjtin institucion, burgun e Korydallos, aty ku do të ishte fundi i xhekut. Alia tashmë i dënuar me 18 vite burg për vrasje, Çiça me 5 vite për drogë. 2 burra nga njëjti qytet, me një llogaritë hapur gjaku, ndahen vetëm nga muret e një burgu të sigurisë së lartë. Përplasja e parë fizike ndodh në ajrim. Çiça e godet me thik Alin, që arrin të mbijetojë. Konflikti kishte kaluar nga paralajmërimi në gjakderdhje direkte. Por as ky episod nuk e mbylli ciklin. Në Shqipëri është vërtetuar në shumë raste që disa histori kriminale nuk mbyllen kurrë, edhe kanë vazhduar për vite dhe për 10 vjeçar. Disa kohë pas kësaj ngjarjeje, Alia përfiton leje pasi kishte kryer rreth 10 vite dënim. Ai del nga burgu dhe nuk kthehet më. Shpallet në kërkim nga autoritetet greke. Çiça nga ana tjetër përfundon dënimin dhe lirohet. Tashmë të dy janë jashtë. Dhe kur dy armiq me histori gjaku dalin në liri, përplasja nuk shuhet. Ajo zhvendoset. Nga ai moment, hakmarrja shpërthen në disa fronte: Gjirokastër, Tiranë, Durrës, Fier. Atentate të realizuara, tentativa të dështuara, persona të vrarë dhe të plagosur që nuk ishin gjithmonë objektivi drejt për drejt, por pjesë e rrethit. Për një dekadë, kjo sag llogaritet të ketë prodhuar 4 viktima, 5 të plagosur dhe disa atentate të mbetura në tentativë. Të dyja grupet ishin me goxha njerëz, ishin goxha të fuqishëm ekonomikisht dhe hakmarrja e tyre do të ishte shumë e përgjakshme. Para se plumat të gjenin Elton Çiço në Tiranë, kishte patur 2 tentativa të qarta për të eliminuar Jani Alin. 2 episode që të marra veçmas mund të dukeshin si përplasje sporadike, por të vendosura në të njëjtën vijë kronologjike, ato ngjajnë si paralajmërime të një fundi që po afrohej. Dhe në këtë rast parat nuk kanë munguar, mbështetja ekonomike nuk ka munguar, pasi Jani Aliaj me çdo kush kërkoi vdekur. Si rrjedhoi mos bashkëpunimi i këtyre elementeve dhe këtyre drejtuesve të këtyre grupeve kriminale apo të këtyre autorëve të veprave penale me organet zbatuese e bën gjithmonë edhe më të vështirë zbardhjen e këtyre ngjarjeve. Ndaj ka ndodhur ato 2 atentate, ka ndodhur dhe reagimi nga Jani Aliaj, i cili ka bërë vrasjen e Elton Çiços. Në mes të ditës, pra një qendre tregtare në rrugën e Kavajës, një automjet ndalon për pak sekonda. Nga brenda tij shkrepen disa të shtëna. Dëshmitarët flasin për 7 apo 8 plumba.
Më datë 11 janar 2016, rreth orës 18:30 minuta, persona të paidentifikuar kanë qelluar marrën zjarri pranë qendrës Glob Tiranë ndaj të panderit Jani Alia, i cili nuk është dëmtuar si pasojë këtyre të shtënave, por ka patur vetëm dëme materiale, si thyrje xhamash të një lokali në afërsi të vendit të ngjarjes. Objektivi që më vonë do të identifikoj si Jani Alia, arrin të shmang vdekjen për pak centimetra. Një kalimtar plagoset lehtë nga ciflat e xhamave të thyer. Kur policia mbërri në vend ngjarje, gjen vetëm 5 gëzhoja, të dyshuara nga një pistolet tip TT. As autorët, as shënjestra nuk ndodhen më aty. Gjithmonë në raste të tilla frika e dëshmitarëve është evidente, pasi nuk duan të mendojnë ecin me atë teorinë që më duhet mua. Ka pas dhe ngjarje që mund të kenë qenë vetë dëshmitarët në një vend ngjarje ku e kanë parë shumë mirë, dhe ata prapë thonë jo, po mundojnë të nxjerrin artifice. Kjo lidhet me pasigurinë që ata ndjejnë për të nesërmen, pasi të japin dëshminë. Hetimet e para flasin për një Benz 190 që lëvizte në ecje dhe qëllonte pa ndaluar. Një skem klasike atentateve të shpejta urbane, godit, zhduku, mos lër gjurmë. Automjeti rezultoni i regjistruar në periferi të Durrësit, por pista mbetet pa autor të provuar. Emri që qarkullon e eshtje me setuesve, ishte ai Elton Çiças. Vetëm pak muaj më vonë, një tjetër sulm, këtë herë në jug. Rreth orës 23:30, pranë zonës së njohur si Ura e Lumit, Jani Alia lëviz me makinën e një miku. Të shtënat e kapi në befasi. Plagoset lehtë në dorë, por mbijeton. Më datë 24 prill 2016, rreth orës 22:30 minuta, në aksin rrugor kombëtar Gjirokastër, i panderur Jani Alia gjatë periudhës kohore që ka qenë duke udhëtuar në sëndiljen e pasme të një automjeti, së bashku me shtetasin SM, i cili ishte drejtues dhe pronari i këtij automjeti, janë goditur disa herë marrën zjarri në drejtim të tyre. Si pasojë e këtyre të shtënave, ka marrë dëmtime të lehta në pjesën e krahut të majt i panderur Jani Alia, i cili ka qenë dhe shënjesër e këtij atentati. Konflikti i këtyre grupeve ka pasur her pas here, po them, ngritjet e këtyre personazheve, ku njëri personazh ka qenë më lart se sa tjetri për shkak të mbështetjes që ata kishin edhe në strukturat fshetrore në atë kohë. Pas ngjarjes, sërish policia kishte në krye të listës si të dyshuar shtetasin Elton Çiça. Këtë herë, pati edhe një dëshmi konkrete nga personi që ishte në automjet me Aliajin. Shoqëruesi i Aliajit drejtoi gishtin pikërisht te Çiça. Më datë 6 maj 2016, shtetasi SM ka shpjeguar se të dhëna për mjetin nga i cili u qellua marrën zjarrin në drejtim të tyre, ja ka dhënë policisë, por kjo e fundi nuk e ka ndaluar, pasi makina kishte udhëtuar për në Tepelen, duke pretenduar se atentati ndaj tyre ka qenë i planifikuar nga shtetasi Elton Çiça. 2 atentate brenda 4 muajsh, 2 tentativa të dështuara për ta hequr nga loja e Jani Alin, dhe një tension që tashmë kishte kaluar fazën e kërcënimeve. Vetëm 6 ditë pas atentatit të dytë në Gjirokastër, më 1 maj 2016, plumbat do të godasin në zemër të Tiranës. Këtë herë, objektivi nuk do të shpëtonte. Më 1 maj 2016, Elton Çiça ekzekutohet në zemër të ish-bllokut. Ora shënonte 22:15, kur një person me veshje sportive dhe kapele të bardhë afrohet drejt lokalit. Historia mes tij dhe Elton Çiçës është një nga ngjarjet më të dhunshme që është raportuar ndonjëherë nga media në Shqipëri për shkak të vrasjes se si ndodhi vrasja e Elton Çiçës në blok. Në këtë periudhë, nga sa ka mundjeni, është ngrit një grup i posaçëm hetimor, e cila në një kohë do të thotë shumë të shkurtër, rreth 20-25 ditë, e ka zbardhur si ngjarje. Pavarësisht se autori nuk është arritur të kapet asnjëherë dhe të vendoset pa drejtë Jani Aliaj. Brenda gjithçka duke jashtëzakonshme. Një person në këmbë pranë banakut, 4 të ulur në një tavolinë me styre Elton Çiça, me kokën e ulur mbi telefon, i pa interesuar për atë që po afrohej drejt tij. Kamera fikson çdo lëvizje, çdo hap, çdo sekond që çon drejt aktit fatal. Rreth orës 22:15, në ambientet e lokalit De Niro, ka hyrë një person i veshur sportiv me kapele të bardhë, i cili është drejtuar me hapa të shpejtuar drejt tavolinës ku ndodhej viktima. Por ajo që bën këtë skenë dhe më tronditse, ishte mënyra si ndodhi përballja. Autori drejtohet me emër viktimës, sikur të kërkonte konfirmim. Brenda 2 sekondash, arma del nga brezi dhe 2 të shtënat thyen qetësinë e lokalit, duke shndruar atë tavolinë në skenë krimi.
Autori pasi është drejtuar me emër viktimës, ka nxjerrë armën e zjarrit tip pistolet dhe ka qelluar 2 herë në drejtim të trupit të tij, duke u larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes. Pamjet tregojnë edhe një detaj që hetuesit e konsiderojnë domethënës. Para se të largohet, autori kthen kokën për një fragment sekonde, si për të verifikuar rezultatin e veprimit të tij. Hetuesit detyrohen të kthehen pas në kohë. Motivi nuk gjendet në javët apo muajt e fundit, por në vitin 2006, në një vrasje në Greqi. Në një misi fëmijërie, në një premtim makmarrjeje të dërguar brenda një burgu, grupi hetimor u fokusua pikërisht te saga e përplasjes me Jani Aliajin, që do të identifikojë si autori i krimit. Në dosje përshkruhet qartë se pas këtyre episodeve, ai ishte i vendosur të vepronte, duke konsideruar Elton Çiçën si organizatorin e sulmeve ndaj tij. Hetuesit theksojnë se vendimi për të goditur nuk ishte impulsiv, por i menduar dhe i paraprirë nga vëzhgimet e lëvizjeve të viktimës. Pas 2 atentateve të dështuara ndaj shtetasit Jani Alia, ky i fundit i bindur se organizatori ishte shtetasi Elton Çiça, ka vendosur të kundërpërgjigjet duke planifikuar eliminimin fizik të tij. Një nga arsyet me të cilat pati një angazhim kaq të madh në DND ka qenë për shkak sepse informacionet kanë qenë të atilla që hakmarrja do të vazhdonte shumë e ashpër mes 2 kampeve, 2 përfaqësues, domethënë 2 grupeve. Dhe pikërisht për të evituar këto u bë një përkushtim shumë i madh ndaj kësaj ngjarje, u mor me një seriozitet jashtëzakonshëm si nga Drejtoria e Policisë Tiranë dhe nga Prokuroria rrethit gjyqësor Tiranë, derisa u arrit të dokumentojë me prova ligjore. Hetuesit ndoqën çdo gjurmë, çdo lëvizje të automjetit që kishte transportuar autorin. Kamerat e sigurisë identifikuan veturën me të cilën Aliaj u largua pas ngjarjes, ku rezultoi si një mjet i blerë vetëm 3 ditë para ngjarjes. Një zgjedhje që fliste për planifikim dhe përkushtim ndaj detajeve. Makina ishte blerë në emër të Renato Miloshit, i cili u dënua vetëm për mos kallëzim krimi. Përpara hetuesve, ai u shpreh se Aliaj i kishte kërkuar të regjistronte automjetin në emër të tij, me pretendimin se kishte vendodhje në Tepelen. Sipas deklarimeve, ai nuk mund të merrte mjetin në emër të tij, pasi kishte vendbanime në qytetin e Tepelenës. Duke u ndjerë borxhi për shkak të respektit që i pa nderur Jani Alia i kishte bërë, Renato kishte pranuar ta blinte mjetin në emrin e tij dhe për këtë e kishin lënë për të takuar tek notere SHG për të kryer veprimet. Detajet e mëtejshme të dosjes zbuluan një skem të kujdesshme për të fshehur gjurmët. Dëshmitari me inicialet KA, shitësi i makinës, rrëfen pamjen që sot duket si një skem filmike. Mbasi kemi shkuar tek noterja, ka ardhur një djalë me kapele të cilën e kishte të ulur deri poshtë tundës dhe i dalloi vetëm pjesa e gojës. Kanë marrë makinën dhe kanë shkuar të bëjnë targat. Kur shihen pamjet e atentatit, autori mban sërish kapele të ulur. Ky detaj merr një peshë tjetër. Një maskim, një kujdes që dëshmon për planin e ftohtë dhe të llogaritur. Më së shumti, unë e konsideroj këto si vepra të rënda penale që vinë si pasojë e nevojës së një grupi për të mbivendosur ndaj një tjetri ose për të siguruar veten e tij dhe për të siguruar jetën nga kundërshtarët, duke qenë se kjo frikë është më e madhe se nevoja për hakmarrje. Për policinë e Tiranës në atë kohë dhe për prokurorinë ngjarja ishte e zbardhur, pavarësisht se autori ishte në kërkim dhe sigurisht që kjo është në të mirë të po them të publikut, pasi kemi një person i cili u shpall në kërkim dhe ishte person i cili kishte një rrezikshmëri shumë të lartë. Një provë e rëndësishme për autorsinë e vrasjes dha shitja e automjetit, i cili i dorëzoi hetuesve numrin e telefonit me të cilin kishte komunikuar për shitjen e mjetit. Nga analiza e tabulateve të numrit të telefonit, ka rezultuar se numri ishte në përdorim të pandehurit Jani Alia dhe antena e qelizës së vendodhjes rezultoi në zonën e rrugës në drejtim të vendit të ngjarjes. Tri javë pas vrasjes së Elton Çiços, hetimi merr formë konkrete. Policia e Tiranës, pasi dokumenton dinamikën e ngjarjes dhe analizon provat filmike, shpall në kërkim 2 persona. Jani Alin si autor të dyshuar të ekzekutimit dhe Renato Miloshin si bashkëpunëtor. Hetimi që filloi me vrasjen e Elton Çiçës zbuloi rrjetin e përfshirë më gjerë në këtë cikël hakmarrjesh. Një nga bashkëpunëtorët e dyshuar në ekzekutimin e Çiçës ishte edhe Nelgert Pata, mik i ngushtë i Jani Aliajit, i ekzekutuar 5 muaj më vonë në Fier. Kjo lidhje tregon një vijë të qartë hakmarrjeje dhe planifikimi mes personave të përfshirë në konflikt.
Nelger Pata dyshoi që ishte lidhje afërt shoqërore e Jani Aliajt, kurse personi që u tentua të vritej ishte ekspozita ishte lidhje afërt shoqërore e Ton Çiçës. Pra, të dyja këto ngjarje fatkeqësisht janë të pasbardhura ende dhe sot, por nga dinamika dhe rrethanat, mendohet që kanë lidhje me të njëjtët ngjarje. Origjina e këtij konflikti sigurisht që është po grupet e Tepelenës, ku dyshohet që Nelger Papa ishte pjesë e grupit kundërshtar ndaj Elton Çiçës. Sipas raporteve policore, Elton Çiça kontrollon televizijet e Nelger Patës dhe Jani Aliajt nëpërmjet shtetasit me inicialet OK, lidhje ngushtë shoqërore e viktimës. Në dosje thuhet se pasi është kërcënuar me jetë nga Aliaj dhe Pata, shtetasi OK i ka konfirmuar atyre se kontrollon televizijet e tyre për llogari të ndjerit Çiça. Por me eliminimin e Elton Çiçës, i njohur si bosi drogës në Tepelen me lidhje të fuqishme, nuk ndenjën duar kryq miqtë e tij. Ata ishin betuar se do të eliminonin një nga një të gjithë kundërshtarët në shenjakmarrje. Të paktën 3 atentate u kryen ndaj Nelger Patës, ngjarje që dyshohet se kanë për autor njerëzit Elton Çiçës. Ndaj tij pati një atentat në mos gaboj në zonën e pallatit me shigjeta me sniper, ka qenë një histori e cila ka marrë shumë vëmendje mediatike në atë kohë për shkak se ndodhi në mes të Tiranës, por për fat të mirë Nelger Pata arriti të shpëtonte atij atentati dhe më pas sigurisht që ky personazh ishte në fokus të kundërshtarëve të tij dhe ndiqej këmba këmbës, po them, për të arritur deri tek ngjarja në Fier ku ai u ekzekutua. Më 21 gusht 2016, një snajperist e goditi pranë një kompleksi luksoz në Tiranë, ku ndodhej Nelger Pata, por objektivi shpëtoi vetëm me një gërvishtje në vesh. Në 17 nëntor 2016, ai shpëton një atentatit të dytë në Fier, por atentatorët nuk e lanë me aq. Përpjekja e tretë, në 20 nëntor 2016 në Fier, do të ishte fatale për 34 vjeçarin. Edhe pse përdorte një makinë të blinduar dhe xhama të errët, ditën e ekzekutimit e kishte lënë atë të parkuar në hotelin ku qëndronte. Sipas të dhënave hetimore, atentati ishte rezultati i akmarrjeve që kishin nisur në Tepelen mes dy grupeve rivale. Antarët e këtyre ishin një grup i madh dhe ishte vështirë shumë të identifikojë personat konkret të cilët të involvuar në këto ngjarje, sepse dhe masat që ata merrin duke kryer pas atentatit digjnin në automjetet, siç ndodhe edhe sot, që dhe shumë ngjarje vazhdojnë të jenë të pazbuluara për shkak se autorët i marrin masat në mënyrë të tillë që mos të zbulojnë nga autoritetet. Për policinë dhe për informacionet që kishte policia në të kohë, ai njihej, po them, për konfliktin e tij me Elton Çiçën, por edhe për afërsinë që kishte me Jani Aliajin, dhe kjo bëri që policia të fokusohej në atë kohë në këtë drejtim për të zbardhur këtë ngjarje, por nuk arriti të siguronte asnjëherë prova dhe të lidhte, po them, Elton Çiçën apo personazhe të tjerë të cilët e mbështesin atë në këtë ngjarje të rëndë. Dhe policia ka shumë të vështirë për të zbuluar ngjarjen kriminale, pavarësisht se mund të ketë informacione operative. Kjo periudhë ishte periudha e revanshit të grupit të Elton Çiçës, por sot që po flasim, të dy këto, po them, fraksione të këtyre grupeve, asnjëri prej tyre nuk jeton më. Makinën në të cilën Pata mbante armët dhe planifikon televizjet e tij, një Benz S-Class me targa të vjedhura, u gjete braktisur në parkingun e hotelit. Në ekzekutimin që përfundoi historinë e tij, mbeti i plagosur edhe miku i tij, Ari Alinani, 38 vjeç, i cili kishte marrë makinën nga vet Pata dhe kishte pasur komunikime të vazhdueshme me të, sipas tabulateve telefonike. Megjithse i dyshuari kryesor për mbrojtjen e së vërtetës dhe rolin e tij në ngjarje të mëparshme kriminale, Alinani mohoi përfshirje në plagosin e Andi Mustafarajit, një mik i Elton Çiçës. Ndërsa tensionet për rrethin e akmarrjes dhe eliminimin e Elton Çiçës po rriteshin, një ngjarje tjetër kriminale ndodhi paralelisht. Mbrëmjen e 30 marsit 2015, Tepelena u trondit nga një sulm që do të lindte shenja të thella tek familja Elton Çiçës. Në banesën e prindërve të tij, Naim dhe Antoneta Çiça, hynë me dhunë 4 persona të maskuar. Ata lidhen dhe qelluan 2 të moshuarit, duke i kërkuar metone kërcënuese parat që supozohej t'i kishin në shtëpi.
Kam qenë në banesën time, kur pasi bëra gati ushqimin për djalin, i cili nuk ishte ardhur akoma në shtëpi, unë qita në katin e dytë për të bërë gati krevatin e djalit. Zbrita poshtë dhe derën e lashtë të hapur, kur në moment dëgjova hapa që ngjiteshin në katin e dytë dhe unë hapa derën, pasi mendova se ishte djali im. Por në këtë kohë kam parë 3 veta, të cilët ishin të maskuar dhe me doreza në dorë. Pavarësisht se autorët hynë në banesë për grabitjen e shumave të mëdha parash, në dëshminë e tij përpara autoriteteve, Naim Çiça ka thënë se i kanë vjedhur vetëm 5.000 euro. Në përfundim të deklarimit të tij, Naimi shpjegon se nga shtëpia u kanë vjedhur një shumë prej 5.000 euro dhe 2 ora të shtrenjta të cilat ishin të djalit. Ngjarja ndodhi kur Elton Çiça ishte ende gjallë. Në fakt, ai episod nuk u lidh me konfliktin me Jani Aliajin, por krimi solli të tjera degëzime ngjarjesh kriminale që janë ende të pasbardhura nga autoritetet. Nuk e përjashton faktin që edhe këto konfliktet që kanë qenë në zonën e Depelenës mund të jenë transferuar në grupe tjera kriminale të cilët kanë pasur lidhje dhe kanë shfrytzuar informacione që kanë njëra me tjetrën për të bërë këto konfliktet ose për të bërë këto, siç ishte edhe rasti i grabitjes banesës viktimës Elton Çiça. Në dosjen e grabitjes së prindërve të Çiçës, del në skenë dhe një emër i njohur i botës së krimit, ai Ervis Martinajt. Ky i fundit rezulton një nga pronarët e makinës që autorët e grabitjes përdorën për grabitje në banesën e prindërve të Elton Çiçës. Nga hetimet, u zbulua se grabitësit kishin planifikuar çdo detaj, duke përdorur makina të ndryshme dhe llogari të fshehta pronësie. Automjeti i përdorur, një Audi S3 me targa italiane CD 368 PT, kishte kaluar në përzinxhir pronësie nga Sokoliela tek Ervis Martinaj dhe më pas tek Robert Rama. Këta personazhe të botës së krimit kishin informacione se në atë kohë, bosi nga Tepelena konsideroi si një prej personazheve me shumat më të mëdha të parave të pista kesh. Në deklarimet e tij gjatë hetimeve, në datë 30/4/2015, shtetasi Ervis Martinaj ka shpjeguar se me shtetasin Bledar Lozhi kishte një llogari pa mbyllur për një shumë prej 10.000 euro në lidhje me disa furnizime inertësh që Ervis Martinaj i kishte bler Bledari për pikën e betonit. Në pamundësi të likudimit të kësaj shume nga ana e Bledarit, ranë dakord që të merrte makinën tip Audi A3 S3, të cilën ja ka shitur shtetasit Robert Rama. Sipas deklarimit të tij, shtetasi Robert Rama bënte punime alumini dhe kanë rënë dakord që do bënte punime tek një objekt i tij në vlerën e makinës për 10.000 euro. U fol në rrugë policore në ato kohë, por dhe në disa veprime hetimore që u bën nga policia që ngjarja kishte të bënte me një grabitje të disa personave të cilët kishin ndërruar dyert dhe dritare në shtëpinë e prindërve të Elton Çiçës dhe ata kishin çelësat e këtyre dyerve dhe dritareve për shkak se kishin informacion se në shtëpinë e prindërve të tij kishte shuma të konsiderueshme parash. Në lidhje me këtë ngjarje, Jani nuk ka pas asnjë lidhje, nuk është përjashtuar kategorikisht që kjo të jetë arsyeja për këtë pasojën e ardhur. Pra personat të cilët u përfshin në grabitjen e banesës të prindërve të Elton Çiçës janë identifikuar me njëherë nga policia dhe duhet pati dhe të arrestuar dhe një pjesë e tyre pas u vranë, u plagosën, pati dhe ata një histori më vete. Ekspertimi daktiloskopik zbuloi gjithashtu në një paket cigaresh gjurmët e gishtave të Erigers Miasit. Megjithatë, kjo provë duket se nuk bindi prokurorin e çështjes, i cili 6 muaj pas arrestimit, në korrik të vitit 2019, kërkoi lirimin e Miasit nga qelia, kërkesë që u pranua nga gjykata. Hetimet për Miasin vijuan në gjendje të lirë. Dosja u pushua pasi ky i fundit u ekzekutua nëntorin e vitit 2021 në zonën e Astirit në Tiranë. Siç është zbardhur e vërteta dhe e grabitjes në familjen e viktimës Elton Çiço, ka rezultuar që nuk kanë pas lidhje, domethënë grupi i Jani Aliajit me grabitjen e ndodhur, por kanë qenë personazhe të tjerë. Por kjo nuk përjashton faktin që mund të kenë qenë këta të fundit që mund të kenë çuar informacione të gjitha me radhë. Ngjarja në Tepelen nuk ishte thjesht një vjedhje, ajo ishte një provokim, një shkelje që nuk do të mbetej pa përgjigje. 2 muaj më vonë, kjo akmarrje mori formë konkrete në Durrës. Robert Rama, i njohur gjithashtu si Ledion Yska, një nga emrat e përfolur si pjesëmarrës në grabitje, u bë objektivi i parë i gjakut që kërkonte llogari. Ai qëndronte në një lokal te ish zona e Kënetës, ku 2 persona zbritën nga motori, nxorën armët dhe qelluan për vdekje, duke lënë pas dhe 2 të plagosur. Policia lidhi vrasjen me grabitjen e Tepelenës, por pa e dokumentuar atë.
Kjo ngjarje më pas u pasua nga disa ngjarje të rënda të tjera, të cilat ndodhen fill pas kësaj historie, ku pati dyshime që një vrasje mund të ketë ndodhur pikërisht për shkak të kësaj historie, por edhe një tentativ për një vrasje me tritol në Mosgaboj, kujtojnë atë kohë në zonën e kombinatit. Në të njëjtën kohë, Ervisi Meri, edhe ky i përfolur për grabitjen, pati e shpëtoi nga 2 atentate me eksploziv, duke treguar se akmarrja kishte disa nivele dhe shenja të ndryshme paralajmëruese. Më 4 maj 2015, shpëtoi nga një shpërthim në kombinat. Më 8 dhjetor 2015, një tjetër shpërthim goditi makinën ku ndodhej bashkë me të vëllain Eltonin, i cili mbeti i gjymtuar. Një paralajmërim i qartë, veprimi kundër familjes Çiça nuk do të mbetej i pandërshkruar. Kjo histori është një rrjet i komplikuar akmarrjesh, atentatesh dhe ekzekutimesh. Ky konflikt ka qenë shumë i ashpër dhe ka prekur edhe drejtuesit e këtyre grupeve kriminale. Por fakti që ky konflikt ka vazhduar edhe më tej tregon që asnjë nga këto grupe kriminale apo asnjë nga këto struktura kriminale nuk kanë qenë të shuara, por kanë qenë gjithmonë aktive dhe kanë vazhduar edhe megjithse drejtuesit e tyre nuk kanë qenë më. Konfliktet e grupeve të Tepelenës tregojnë një qytet ku eshtja dhe frika sundojnë mbi ligjin, ku çdo kush i përfshirë në këtë ngjarje le pas një shenjë të pashlyhesh me dhune. A do të përmbyllet kjo sag që tashmë shes si viktima 2 protagonistët kryesor të grupeve, të fortët Elton Çiça dhe Jani Alia.